Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozit i ndodhe papritura pas skandalit me Gjestin. Edhe pse një incident i rënd ndodhi gjatë natës së gjysmëfinales, duket se pasojat për Jozefin Markun, të njohur si Joze, nuk kanë qenë vetëm negative. Përkundrazi, në rrjetin social Instagram ai po përjeton një rritje të konsiderueshme të ndjekësve. Dyshimi nëse ky interesim është rezultati i skandalit apo thjesht një rastësi, është në qendër të vëmendjes publike. Para incidentit Jozi kishte 56.000 ndjekës, ndërsa sot profili i tij numëron 75.000 ndjekës. Kjo do të thotë se ai ka fituar afro 10.000 ndjekës më shumë brenda një periudhe shumë të shkurtër dhe kundrejt një momenti që tronditi publikun dhe vetë produksionin. Kjo rritje ka ngjallur reagime të përziera. Disa ndjekës shprehin shqetësim dhe kritikojnë sjelljen e tij, duke kërkuar që figura të tilla të mos marrin më hapësirë në ekran. Dhe kjo është një reflektim i qartë i ndjenjave të ndjekësve, të cilët e shprehin revoltën e tyre përmes komenteve në rrjetet sociale. Por në të njëjtën kohë, ka edhe një realitet tjetër që pasqyrohet, ai i shifrave në Instagram që flasin për një interes të rritur ndaj personazhit të përfolur. Ka disa që e shohin këtë rritje si një formë të marketingut, e cila edhe pse e shoqëruar me dhunë, ka krijuar një lloj tërheqje për publikun. Në raste të tilla lind natyrshëm pyetja që shpesh përmendet në botën e spektaklit dhe rrjeteve sociale. A ishte skandal apo marketing i paqëllimshëm? Pavarësisht se si e shohim situatën, është e qartë se ngjarjet e tilla krijojnë tension dhe diskutime në mes të publikut.